Mirë se erdhët të dashur Luan në Letra Trefen. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Luani, kjo javë duket shumë interesante sepse fillon me fortë dhe vetbesim, kalon përmes disa zhgënjimeve që ende nuk i ke lëshuar plotësisht dhe përfundon me realizime konkrete. Letrat tregojnë se je në një periudhë ku kupton me qartë kush e meriton energjinë tënde dhe kush jo. Kjo është një javë ku zemra dhe mendja të duhet të punojnë së bashku. Mbretëresha e shkopive. Fillon me një energji të fortë. Kjo letër tregon apo të vendos në qendër të vëmendjes. Njerëzit do të dëgjojnë, do të kërkojnë mendimin tënd, do vënë re praninë tënde. Në punë ose në jetën personale, Luani, mund të ndihesh më i sigurt në vetvete se sa javët e fundit. Kjo është koha për të marrë iniciativë. Mos prit që të tjerë të vendosin për ty. Ti e di shumë mirë çfarë dëshiron. 5 të kupës. Këtu shfaqet një temë që të kanë ndjekur prej kohësh. Shikoni, jam 5 kupa, 2 janë rrëzuar dhe 3 janë në këmbë. Apo mund të jenë të kundërta, 3 të rrëzuar, zakonisht i tregojnë, dhe 2 në këmbë. Një zhgënjim, një person, një mundësi e humbur, një gjë që nuk shkoi siç e kishe menduar. Duket sikur herë pas here ende kthen kokën pas. Kjo letër të kujton diçka të rëndësishme. Mos humb kohë duke më numëruar atë që ke humbur, kur ke ende shumë gjëra të mira përpara. Këto janë rrëzuar të kupa, por ka kupa në këmbë, këto tregon. Jo çdo derë që mbyllet është humbje, Luani. Disa dyert mbyllen për të mos lënë të futesh në vendin e gabuar. Mbretëresha e shpatës sjell qartësi. Do të ketë një moment këtë javë ku do të shohësh një situatë pa emocione që të kanë mjerulluar deri tani. Mund të vendosësh kufi, mund të thuash jo, mund të largosh dikën nga jeta jote ose të ndalosh së justifikuar sjelljen e dikujt. Dhe sinqerisht, kjo do të bëjë mirë, sepse jo çdo njeri meriton hyrje VIP në jetën tënde, Luan. Faqe e shpatës. Kjo letër sjell lajme, mesazhe dhe shumë komunikim. Mund të dëgjosh diçka që të surprizon. Mund të zbulosh një informacion që ndryshon mënyrën se si e sheh situatën apo personin. Gjithashtu tregon se dikush po të vëzhgon. Ndoshta me interes, ndoshta me kurreshtje. Ndoshta sepse po ecën më mirë se sa mendon ti vet. Prandaj këtë javë mos i trego të gjitha planet. Le të habiten pak më vonë, Luani. Le të habiten pak më vonë. Dhe 9 të kupës që tregon letra e dëshirave që po realizohen, të rrethuar me gjithë të kupa, jo domosdoshmërisht gjithçka me njëherë, por diçka që ke pritur, shpresuar ose kërkuar fillon të jap shenja pozitive. Mund të jetë në dashuri, në para, në punë, shëndet, ose thjesht një ndjenjë kënaqësie që të ka munguar. Kjo letër thot, nuk je larg, nuk je aq larg sa mendon nga ajo që dëshiron, Luani. Dhe 8 të monedhës, fundjavës flet për punë dhe për kushtim. Shikoni, këtë personi po punon me vëmendjen, fokusin më të madh. Duket sikur po ndërton diçka afatgjate, projekt, biznes, një aftësi të re, një burim të ardhurash. Rezultatet nuk do bien nga qielli, por nga puna jote, për kushtimi juaj. Por çdo gjë që investon këtë javë ka potencial të jap frutet më vonë. Kjo është letra që shpërblen disiplinën. Dhe letra Oracle flet për përkushtim, pra, përkushtimin e juaj. Përkushtim ndaj asaj që ka vërtet vlerë. Këtë javë pyet e veten, kujt po ja jap energjinë time? A e meriton? Sepse letrat tregojnë se je gati të investosh shumë në diçka. Vetëm sigurohu që po investon në vendin e duhur. Të dashur Luan,
Pra, një zhgënjim i vjetër po humbet ndikimin tek ju. Një e vërtet po del në dritë, një dëshirë fillon të afrohet, ndërsa puna dhe përkushtimi sjellin rezultate konkrete. Mos shiko atë që ke humbur, shiko çfarë apo atë që po ndërton, sepse ajo që po vjen duket shumë më e madhe se sa ajo që ke lënë pas, Luani.